ka vazhdu. A e mban mend kongën e parë që ke dalë në skenë? E mendon si fëmijë ose si i rritur? Si fëmijë. Se o konë Dembelat e Stambollit. Dembelat e Stambollit të konet kur kanë dalë. Pse s'pona rritet bostani sa kodra, pse s'pona pëhet pjeshka sa lodra. Po, prinat net në mbesin, veç me 2-3 fleta, tjera pletë bëhen petullat të nxehta. Shkjo në akordet e Kosovës, apo? Po, edhe pa të fitu çmimin e parë, se ka qenë senzacion, kemi qenë dveshun edhe me veshje orientale, shumë orientale ke bëhet di, ke mojme, si sa të orientale, si këti sultanat vogël. Qëfar gjenerat të ju? 80. 80, unë e mojme në këto, se këta i kanë pas ka 5 vjetë aty. Unë i ku pas 7 vjetë. I fejum jem konë kërsa rej. Bravo. Po, bile e fejum e emë dhe këtë shkojnë aty këshvirë dhe këtë e ka një kongë Dembelat e Stambollit, e shkon kjo kongë me ty, kështu në Dembela, po adhe se se qisha shumë. I vogrim kongë, i vogrim. Për ndryshe, kjo e ka prej nonës Pishankës, Astrid e Govi Bovës Enveri, me një fender, me një gitare, kur shkëshim në për ato lokalet në për Macedoni, ku ka pos me këngëtare, kështu me plët këngëtare, këta orkestrë, 3 veta, që ka i bëjke gitarës, në me thonë se kur je gitarist, me përcil akord dhe harmoni, e me përcil edhe atë basin me kop, ti me neshe që ka dhe basist, që është mirë i ka përcil ato. Shumë e sakt, po. A jeme neve? Ti mirë keve, mëre? Shkojmë? A ki pas dikon që t'ka frëmzun fillimet e tuja të karrierës? Gjithmonë ka qenë ajo nana jeme, edhe normal, pri moshës 15 vjeqare, kur fillova, do me thonë, me inda zhanret, në atë kohë, do me thonë, u bo aktuale pop muzika, më thetë, thash, normal që ndikim në mu kanë pas, që më kanë frëmzu realisht, kanë qenë gjithmonë këngëtarë botënorë, super vokalistat, me qenë se peton pa dozë modestie, nëse inkuadrohemi në ato stile, as ma pak, as ma shumë, kom qenë qaj brum, kom qenë qaj kapacitet vokal, edhe gjithmonë, do me thonë, jam adresu të super këngëtarë botënorë, të asaj kohë, do me thonë, rockerat e viteve të dheta, janë shumë stim, detale, artistat e pop muzikës që kanë bo revolucion vitet 90, si Whitney, Mariah, Celine, Stevie Wonderi, e shumë, do me thonë, artistë të mdhaj, të cilët, do me thonë, më kanë dikmu dhe në një farë forme, e kom gjetë edhe unë vetë vetën, që e kryova aso kohë një stil me të vërtet unik, sa i përket anës vokale, gjatë që unë, do me thonë, edhe njifem për një këndim të tillë. Për ndryshe, nëse kena shku me knu, ose me bu muzikë, ose me performu në gostivar, mos me shku të Shanka, mas pari me hongër drekën. Krejt bendi, Adelinaj Smoli, du me thonë aty shkëshim, krejt mrena, me hongër buk njerë, mani ke pos drejti me shku. Të pas parasysh që shpia e këty në e dytë ka qenë pa diskutem. E Robertit pëse po edhe krejt, do me thonë, artistëve kosovarë, se të e pas parasysh në jemi mix edhe gjithmonë na ka ngresë, na kemi lindë dhe jemi rritë në Prishtinë, po do me thonë gjatë periudës vitet 91, kur i qitëm pri punë në televizion, na u këthym atje edhe me pretekstin me demek për një periudë shkurt edhe mu këthy sërisht, fatkeqësisht nuk ndodhi ajo, na mbetëm atje, pas lufte Astrid edhe Albani u këthyn, unë mbeta do me thonë me print atje dhe kështu do me thonë ka rjetë krejt kjo meselja. Para se mi bo do pyti që i kena na kështu si me